Ka qenë kjo konferenca për media dhe kryeministrit Rama, ju përshëndes. Kemi hyrë me pak minuta vones në programin e ditës sotme, pikërisht për të respektuar deri në fund atë se çka tha kryeministri lidhur me kontrollin e territorit, por le të zhvendosim me pamje direkte nga konferenca e liderit të opozitës, zoti Berisha, që kanë përshtypjen po flet edhe për zgjedhjet e pritshme vendore. Po e mbronë. Nuk ka akt më të turpshëm. Tani, nuk bojkoton Partia Demokratike. Ne jemi në kushtet të një regjimi autoritar. Ne jemi në kushtet një diktature autoritare, në të cilat ligji dhe kushtetuta e një letër e vdekur. Por, duhet jemi shumë të hapur. Ose duhet vazhdojmë betejën e këtë hapësirë që kemi, ose duhet largohemi nga këtë hapësira dhe të kalojmë në metoda tjera. Por ne jemi forcë demokratike. Ndaj edhe ne qëndrojmë edhe në të hapësirë të kufizuar, që Edi Rama e ngushton në mënyrën më të turpshme, së pari, duke emëruar për kryetar, për kandidate për Bashkinë e Tiranës, njërin nga njerëzit më të korruptuar dhe më të inkriminuar në historinë e vendit. Ajo që mbar Tirana e quhen korbe e korrupsionit, korbe e Covidit. Nuk ka gjë më të rëndë se t'u paraqesë qytetarëve të Tiranës për kandidate një njeri, e cila në kohën kur Tirana ishte pothuajse spital si kur ndonjëherë në historinë e saj, që nga mesjeta virte në mënyrën më të papërmbajtur fondet për maskat, për respiratorët, për ilaçet e smurve që vdisnin njëri pas tjetri. Falsifikonte me 5 herë numrin e vdekjeve. Bllokonte shtrimet. Nuk ka ogerta e zezë apo korbe korrupsionit në çdo vend ku ligji është ligj. Do të dënohej me dënimet maksimale të kodit të atyre vendeve. Absolutisht me dënimet më maksimale të kodit të atyre vendeve. Ajo ngjiti Shqipërinë në 3-4 vendet me vdekshmërinë më të lartë në botë nga Covidi. Pikërisht me vjedhjet që u bënte fondeve për ilaçe. Pra, merr këtë të parën tek Edi Rama. Të tjerat vetë kuptohet, është i aftë të bëjnë çdo gjë. Por ne, ne nuk bojkotojmë. Jo, edhe unë jam i bindur se akti më i thjesht është bojkoti. Akti më i vështirë është vazhdimi i betejës, nga të hapësirë që ke. Ne këtë do bëjmë. Edi Rama do festonte nëse ne do bojkotonim. Por ne nuk do japim atë kaqësi atij. Ne do ta luftojmë atë çdo orë, çdo ditë, kudo që tjetë.
Duke qenë se nuk do të bojkotoni garën për Tiranën, kur do mblidhet kryesia për të shpallur kandidatin zyrtar të Partisë Demokratike? Deri në këto momente kemi vetëm 3 kandidatë të propozuar nga aleatët, Edlira Çepani, Ermal Hasimja dhe Florian Haçkaj. Apo janë këto kandidatët potencial të Partisë Demokratike? Këto janë emra shumë të mirë. Janë personalitete me vlera qytetare dhe morale të pakrahasueshme. Partia Demokratike, siç unë kam shpjeguar këtu para jush, gjatë këtyre kohëve është bërë me modelin, jo me emrat. Me aleatët tanë, ne kemi diskutuar për modelin që do ndjekim. Do me thamë, do tjetë ky një kandidaturë politike e Partisë Demokratike, apo nuk do jetë? Do tjetë ky një kandidaturë politike e koalicionit, apo nuk do jetë? Do tjetë ky një kandidaturë e pavarur që do e mbështesin të gjitha partitë e koalicionit, apo nuk do jetë? Pra, ku është konfluimi më i madh? Do më thënë, ujdia më e madhe. Në cilin model? Por ne, kandidatura kemi të pakrahasueshme me korbën e Covidit dhe ne nga gara nuk tërhiqemi. Tani, unë i rezervoj vetes të drejtën që të mos prononcohen. Jam i gatshëm të mbështes modelin që pranohet më gjerësisht nga opozita. Mundet po, mundet. Së të them me siguri se kam, po mundet po. Përveç Tiranës, zoti Berisha, zgjedhje ka dhe në 5 bashki të tjera të vendit. A i ka gati Partia Demokratike kandidatët edhe në këto bashki dhe kur do i prezentoni? Kudo Partia Demokratike i ka kandidat gatshëm. Ka. Që është forcë politike kryesore e vendit. Po merren strukturat, po merren me këtë dhe Partia Demokratike do paraqes kandidat më të mirë. Në pafshim. Ishte konferenca për mediat e kreut Partisë Demokratike, zotit Berisha nuk ka dhënë shumë detaje se i takon kandidatëve potencial për bashkinë e Tiranës, po dhe 5 bashkive tjera që do të shkojnë në zgjedhje të pjesme në datën 9 nëntor. Ne do të shkojnë në publicitet, kthehemi vetëm pas pak në studio për të vijuar me rrjedhën normale të programit.